Emigrantët kthehen nga Greqia për festën e Pashkve në pikën kufitare të Kakavijës mbi 10.000 vizitor kaluan kufirin gjatë 24 orëve të fundit. Në stacionin kufitar të Kakavijës në këtë ditë të festës së Pashkve vjen fluksi i lartë i lëvizjes në të dyja anët e kufirit me Greqinë. Sipas informacioneve zyrtare nga Policia Kufitare e Kakavijës, gjatë 24 orëve të fundit janë përpunuar 10.076 shtetas në hyrje-dalje, nga të cilët 6.838 në hyrje dhe 3.238 shtetas në dalje, si dhe 3.358 mjete në hyrje-dalje, nga të cilat 2.411 mjete kanë hyrë në territorin e Shqipërisë, ndërsa 947 kanë dalë nga territori i Shqipërisë drejt Greqisë. Dogana shqiptare po punon aktualisht me 4 sportele në hyrje dhe 2 në dalje, ndërsa Pala Greke numëron 3 sportele në hyrje dhe 3 në dalje. Aplikimi i ri i regjimit të kontrollit për hyrje në zonën Schengen ka zgjatur gjithsesi kohën e pritjes në sportelet e doganës greke të Kakavijës. Sipas informacioneve zyrtare nga Policia Kufitare e Kakavijës, pritet që fluksi i lartë të vijojë edhe në ditë të ardhshme, kryesisht gjatë ditës së shtunë, kur pritet një numër edhe më i lartë shtetasësh shqiptar, të cilët jetojnë dhe punojnë prej vitesh në Greqi, të kthehen në vendlinën e tyre për të kaluar festën e Pashkve.